Shkurta ka një shpirt të lidhur pikërisht me etnokulturën, aq sa ka lidhje edhe me familjen, me fëmijët dhe me të tjerët. Ajo e do padyshim më shumë etnokulturën sa kjo shihet vazhdimisht në skenat tona. Është hetuar, është njërë nga të gjithë, sepse Shkurta është lidhur, si thonë, shumë me rranjet e veta, me rranjet tona të moqme. Dhe kjo lidhje e saj, kjo emocion i saj, bashkë me talentin e saj, bashkë me zërin e saj, padyshim e ka sjellë të veçantën. E ka sjellë më të veçantën me të gjitha këngëtarët tona që i njohim në skenat tona, të festivaleve, të radiove dhe të televizioneve. Dhe në të fillim të viteve 90 ne kishim turbimin e madh popullor të Verrat e Lukës, pra, aty afër Pejës, pra, në komunën e Deçanit, dhe ishte turbimi më madhështor që kishin mbajtur shqiptarët. Kësaj kohë, pra, i duhej shumë edhe kënga epike, i duhej Shkurta, pra. Ishte një hap që ti po bëje për vendin tënd, jo thjesht një falje gjapit, po ishte një hap që ti bëje për lirinë e vendit, që shqiptarët ti bashkon të kjo nismë dhe këto vështirësi që po kalonim kërkonin unitet, kërkonin bashkim. Kemi një Shkurtë e cila nuk është ndalur. Dhe para këtyre pengesave, si një femër, pra, që e ka pasur shumë më vështirë se sa si një djalë një mashkull, e ka pasur një jetë të vështirësuar në këtë krah, po në anën tjetër, Shkurta vërtet ka ruajtur dignitetin. Shkurta ka ruajtur krenarin, po njëherët edhe guximin. Ishte një këngë edhe himn, ishte një himn pra i asaj që quhet përpjekje për liri. Një himn i asaj që quhet apo jo merre lirin se liria nuk falet. Kanë pasur peshë të jashtëzakonshme edhe për edukim, edhe për frymëzim, pra deri te vdekja për liri.